Në këtë rrugë që kalojmë me 10 herë në ditë, nuk dim se çfarë mund që mi fut makinës. Se makinat shkojnë, dhe me thonë, drejt degradimit. Kur shkem për shërbim, do të bëhet shërbimi aq më të lloj mënyre sa që ne çudit na vet. Pse na bëhet se na këtë rrugë, unë jam nga fshati Fush Derven. Puna që u bë e keqe u bë nga autostrada që u ndërtu Thumon Kashar. Me shku tashi në rrugën Fush Derven poshtë, sot kam pas burim aksidenti, do me thonë jo i herë, po mbi 4-5 herë në ditë burim aksidenti, sa është bë rruga 2 kalimshe, rruga poshtë është me 1 metër ujë, sot këtë gjendje, nuk kalohet. Gramzës kanë dalë për drejtën e tyre, ju kanë jeta gati 1 vit. Janë 3000 banor, 3 fshatra, Gramza, Suk Vendas, Bregu Lumit, që ju nxihet jeta për ditë në këto balta, në këto gropa, jo vetëm që makinat ju bëhen për shërbime, por nga ana tjetër duhet durojnë edhe trafikun që prodhon autostrada, që ndodhet pas shpinës time, që të gjithë makinat nuk ja ka borxh Gramza që të kalojnë këtu. Mirë që kalojnë, po pse nuk e shtrojnë? Sa kanë marrë vesh që të bëjmë protestë, kanë ardhur kanë hudh çakull këtu, por nuk është zgjidhja çakulli. Këtu duhet asfalt, edhe asfalt me 25 cm trashësi, si standardet europiane, se kalojnë makinat e tonazhit të rënd. 5 minuta kemi që kemi bllokuar rrugën, është rradha kilometrike atje mbrapa dhe është paralizuar komplet qarkullimi rrugor. Prandaj Gramza është shat shumë i rëndësishëm dhe nuk duhet me lënë këtë lloj drejtëje dhe kaq mazdore, që rruga në të gjithë gjatësinë e saj, kujdes, tu jemi vetëm fillim të rrugës, është arterja kryesore që lidh veriun e Shqipërisë me Tiranën, me Fushkryën, me pjesën tjetër të Shqipërisë, e kanë lënë këtë lloj gjendje. Në të gjithë gjatësinë e saj, unë shkova dhe e pash nga afër, edhe tek mbikalimi atje, rruga është cop-cop. Infrastruktura në Bashkinë e Krujës, pra jemi njësinë administrative Thuman, është katastrofë. Kemi rrugën e Luzit cop-cop, kemi Gramzën cop-cop, prandaj protesta e banorëve është legjitime, janë në drejtën e tyre për me kërku ndërtimin e rrugës me standarde. Kujdes, jo me asfalt elektoral 3 cm asfalti, se sa pjeshiu shpërbëhet asfalti. Prandaj ja kanë borxh Gramzës rrugën. Banorët sot bëjnë protestën e parë, në rast se rruga nuk shtrohet, do ta përshkallëzojnë protestën deri në shtrimin total, apo jo? Se ja ku jeni këtu sot, e kanë bllokuar rrugën, është e drejtë qytetar. Kujdes, nuk jemi as për parti këtu, s'ka lidhje as PD-ja as PS-ja. Këtu ka lidhje e drejta qytetare. Këtu ka të majt, ka të djathtë, këtu s'ka as i flamur partie, këtu janë për drejtën e tyre. Dhe gjithmonë qytetarët kanë për të fituar, sepse dalin bashkuar për i kauz. Qëllimi është shtrimi rrugës. Në rast se i shtroni rrugën, nuk i keni mon protest. Mirë, tha Olori, nuk e kena politike këtë punë. E kena thjesht janë të vujt. Janë të vujt aq shumë sa që nuk po japim ndërtim këtyre punëve. Me që men, u po rruga Thumon Kashar, brava, u po si u po, pa mo, populli, komuniteti jetoj si du. Tu na kanë prish, na kanë sakatu, na kanë fut në grop, edhe s'dim që me thënë tjetër, mo vetëm, inshallah vetë dorë, zoti, se për qeveri, e për pushtetar, për politikan, që kena ne, kena marru populli. Një protestës është e dukshme. Na kena një rrugë, ku lidh 3-4 fshatra, 500 metra rrugë, lehet me qëllim në këtë gjendja flet vetë, dhe na kena dalë protestojmë për një të drejtë që na takon. Kjo rrugë ka qenë e shtrume, e kalueshme, u pa autostrada, shëllimet dihen, shëllimet janë se kush i marrin 3-4 veta që këta në Shqipnin e kanë blet, e na shkatrojnë këtë drejtë që dhe kina drejtën e Zotit për të kaluar këtë rrugë, si na të kërkuar si më shumë. As me na fal, po jo me na shkatru kështu, se na kanë fut durët kudo. Edhe këtu ta fusin durët, ka ngel të shtit, nuk e di që ka ngel për të na ba. Nuk do reklam, shifet që çfarë zendja është. Sa që larg soft, më na ran një urgjencë, tu robi vdes për 500 metra rrugë, që s'ka ka kalon. Sot na kena dalë në mënyrë krejtësisht paqësore. Do inshallah qeveria do të reagoje. Se në kërkojmë të na shtrojë rrugën, ta çojmë zendin si ka qenë asfaltume, me asfalt. Marrun qëllimet e veta, e prishin dhe kjo bat me qëllime të caktume, zot. Kjo është e ditur sepse bahet me qëllime të caktume, bile sa ato
pretendin ta bëjnë me gropa që mos kalojë kërkush, që në autostradë paguhet legu. Kjo dihet komplet. Të gjithë ne e kuptojmë. Dhe duhet ta kuptojnë në Severia se si jena ignoranta. Cop, nuk mund kaloj makina gjeken hadhi i rrugë qakull, 2 ditë e ke, nesvet e ke gropën, nuk kena dalë hala, do dalim, do procesim për desat bat me asfalt, 1 kilometra, së është 1 kilometra. Edhe firma me 2 betonjere maro, po s'dun vetë. Ne na detyru ta bllokojmë këtë vend, sepse kjo ka më shumë se 6 muaj se është qështu në këtë formë. Dhe ne veç me kalu me tank, se këtu nuk kalohet me mjetet vogla, as të mdoja nuk kalojnë këtu. Pa tjetër që të vazhdojnë deri kur kjo marri drejtim kjo rrugë si vend që është. Vjen këtu si kur vjen në Kabul jo në dhe, në Shqipëri, qa bëhet shu? A mendoj kjo popull qa bëhet, a mendoj një këta qeveritarë, tani qysh. Kabul jemi në vitet 30, jo në vitet 2026. Kjo do më dy në Evropë, që në Evropë. Bim këtë rrugë për ditë, do është bërë rruga katastrofike, kur patën nevoj këta me kalu me ndërtu atë stradën në të cëptu në gjithën, të është i këta e lojnë kështu më shirë fatit, makinat i kena degeneru gjitha, vetëm i bo shërbime e gjona, shifet vetë gjendje se si ashtë. Kënar dje i kënë hodhë një 2 kamiona çakull me myllë sytë, se nuk është ta kënë morë vesh për protestën sëtë, që do të bëjsh të shtë në? To me protestu, me s'me lanë asni me kalu, ti bjenë në drejtim tjetë.